Mirëmbrëma të gjithëve, presidentja Vjosa Osmani ka bërtoditur se ka nxjerrë dekretin për shpërndarjen e Kuvendit të Kosovës duke i quar vendin drejt zgjedhjeve të reja. Në një konferencë për media, Osmani tha se është paraqitur para qytetarëve pasi sipas saj përfaqësuesit e popullit mbrëm vendosën që vendi të shkojë në zgjedhje të reja. Edhe një herë po i referohem dispozitave kushtetuese. Pas dështimit të Kuvendit të Kosovës për të zgjedhur presidentin e ri të vendit, presidentja Vjosa Osmani ka njoftuar se ka nxjerrë dekretin për shpërbërjen e Kuvendit dhe shkuarjen në zgjedhje të jashtëzakonshme. Osmani tha se dështimi nuk ishte as rastësor, as i pamenduar, por i kalkuluar mirë politikisht. Jam këtu përpara jush sepse përfaqësuesit e popullit mbrëm vendosën që ta dërgojnë vendin në zgjedhje të reja. Kjo situatë ka qenë plotësisht e evitueshme. Është fatkeqësi e madhe për këtë shtet që ata nuk zgjodhen interesin e Republikës së Kosovës. Prandaj sot në përputhje me Kushtetutën e Republikës së Kosovës, kam nxjerrë dekretin për shpërndarje të Kuvendit. Dhe nëpërmjet këtij dekreti po kryej detyrimin kushtetues, i cili është i përcaktuar qartë. Sipas saj, kushtetuta e përcakton qartë se afati për zgjedhjen e presidentit ka përfunduar në mesnatën e së enjtës. Madje siç dhe ajo, qytetarët nuk kanë qenë të pajtimit për shkuarje në zgjedhje të reja. Natyrisht që qytetarët nuk kanë dashur zgjedhje, këtë situatë e ka krijuar dështimi i Kuvendit për ta kryer detyrën e tyre kushtetuese. Askush nuk do duhej të dëshironte një cikël tjetër politik, sidomos në këtë moment kur vendi ka nevojë për stabilitet. Por këtu e sollën vendin njerëz të papërgjegjshëm e me qëllime të rrezikshme. Alternativa, pra, zvarritjet, do të krijonin situata shumë më të rrezikshme. Në seancën e së enjtës mbrëma, Kuvendi mbylli punimet e seancës së jashtëzakonshme për zgjedhjen e presidentit të vendit, pasi nuk pati kvorum të mjaftueshëm për zhvillimin e procesit të votimit. Në anën tjetër, në një konferencë të mbajtur pasdite, kryeministri Albin Kurti ka thënë se dekreti i presidentes Vjosa Osmani për ta shpërndarë Kuvendin është jo kushtetues. Sipas tij është gjykata kushtetuese ajo që duhet të thotë fjalën e saj nëse duhet të ketë zgjedhje të reja apo jo. Vetëvendosja ka njoftuar se do ta dërgojë dekretin e Osmanit në gjykatën kushtetuese. Kryeministri Kurti tha se situata aktuale politike kërkon interpretim nga gjykata kushtetuese, pasi sipas tij ekzistojnë mospajtime rreth procedurës së zgjedhjes së presidentit dhe shpërndarjes së Kuvendit. Ai theksoi se seanca e fundit nuk arriti të konsumojë as raundin e parë të votimit për shkak të mungesës së deputetëve të opozitës. Asnjë deputet i cili mungoi nuk e ka njoftuar kryetarin e Kuvendit, zonjën Albulena Haxhiu, për arsyeën e mungesës. Prandaj tash kjo lëndë është në gjykatën kushtetuese. Kurti e konsideroi jo kushtetues dekretin e presidentes për shpërndarjen e Kuvendit, duke iu referuar nenit 86 të kushtetutës. Sipas tij, shpërndarja e Kuvendit mund të ndodhë vetëm pasi të dështojnë 3 raunde të votimit për zgjedhjen e presidentit. Sipas nenit 82 paragrafi 3, nëse brenda 60 ditësh nga fillimi i procedurës për zgjedhjen e presidentit nuk zgjedh presidenti, Kuvendi shpërndahet. Pra, nga momenti kur nis procedura, duhet kalojnë 60 ditë, po u zgjedh presidenti, shumë mirë, po nuk u zgjedh presidenti pas 60 ditëve, e atëherë duhet të shpërndahet Kuvendi dhe të shkojmë në zgjedhje. Kryeministri tha se zgjedhjet e reja nuk do të ishin zgjidhje për krizën politike. Ai vlerësoi se për zgjedhjen e presidentit kërkohet prania e së paku 80 deputetëve në sallë, duke theksuar se problemi aktual nuk lidhet me 61 votat për zgjedhje, por me sigurimin e kuorumit prej 2/3. Nuk është çështja e 61-shi, është çështja e 80-shi, që i bie 2/3. Dhe në këtë situatë unë nuk besoj që zgjedhjet e përsëritura janë zgjidhje e re. Përkundrazi do të ketë një lloj vazhdimi të agonisë legjislative, institucionale në përgjithësi, që është e panevojshme përveç se e padrejtë.
Kurti paralajmëroi se organizimi i zgjedhjeve të reja do të kushtonte rreth 10 milion euro dhe nuk do të sillte ndryshime të mëdha në rezultat. Ai bëri thirrje që të pritet vendimi i gjykatës kushtetuese në mënyrë që procesi i zgjedhjes së presidentit të përmbyllet brenda afatit 60 ditor. Kryeministri foli edhe për takimet me liderët opozitar Bedri Hamza dhe Lumir Abdigjiku, duke thënë se atmosfera në takime ka qenë konstruktive, megjithse nuk është arritur marrëveshje për emrin e presidentit. Sipas kurtit, lëvizja vetëvendosje kishte propozuar edhe emrin e Andin Motit për president, por propozimi nuk u pranua nga opozita. Ai theksoi se pavarësisht komunikimit me partitë opozitare, ende nuk ka hapa konkret drejt një marrëveshje politike. Shefja e grupit parlamentar të lëvizjes vetëvendosje Arbrije Nagafci ka thënë se dekreti sotëm i presidentes Vjosa Osmani për shpërndarjen e legjislaturës së 10 është i paparë ndonjëherë dhe bie ndesh me Kushtetutën e Republikës së Kosovës. Ky dekret bie ndesh me Kushtetutën e Kosovës, tha ajo, sipas saj kjo ishte diçka e papritur dhe nuk ishte e imagjinuar. Kjo nuk ka bazë kushtetuese, tha ajo. Në një intervistë për RTK Prime, Nagafci tha se me vendimin e sotëm presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka bërë shkelje duke nxjerrë një dekret që është kundër kushtetutës. Pas dekretit për shpërndarje, presidentja Osmani ka ftuar në takim konsultativ liderët e partive politike për të diskutuar për datën e zgjedhjeve të jashtëzakonshme. Liderët e PDK-s, LDK-s dhe AK-s thanë se me dekretin për shpërndarjen e kuvendit, presidentja ka vepruar në përputhje me përgjegjësitë dhe obligimet e veta, ndërsa u shprehën të gatshëm të shkojnë në zgjedhje. Ata fajsuan vetëvendosjen e cila sipas tyre po e çon vendin në zgjedhje. Kreu i vetëvendosjes, Albin Kurti, nuk mori pjesë në takimin e thirrur nga presidentja Osmani. Pas dekretit për shpërbërjen e kuvendit të Kosovës, presidentja e vendit Vjosa Osmani ka pritur në takim konsultativ liderët e partive për të diskutuar për datën e zgjedhjeve të jashtëzakonshme. Ky vendim i Osmanit, që erdhi pas dështimit për zgjedhjen e presidentit të ri të vendit, është mbështetur nga PDK, LDK dhe AK, derisa në takimet të parën e shtetit nuk morën pjesë lëvizja vetëvendosje. Pas takimit, kryetarët e partive shprehën gatishmëri për mbajtjen e zgjedhjeve kurdo që ato caktohen. Përgjegjësia kryesore normalisht i bjen partisë fituese, partisë më të madhe, sepse ka mujt me dhënë vendit president, ne dim kaluamën çush ka shku, zgjedhja e presidentit historikisht Kosovë ka ndodhur me marrëveshje politike. Gjitha periudhat. Ne si Partia Demokratike e Kosovës kemi qenë mjaftueshëm konstruktive dhe të hapur dhe kemi bërë gjitha përpjekjet e nevojshme që vendit me dhënë president. Mendoj që edhe adreshimin gjykatë kushtetuese është edhe jon një fyrje në vete, një talje, një hajgare me proceset. Ata mas miri e din që afati 30 ditor është i tillë dhe e kanë ditë me kohë dhe kanë bërë hajgare, ju keni pa mënyra si kanë thirrë shanca dje dhe sjellja e mateme nuk është rregull, pa është vërtet gabim për anës tyre. Ndërsa kryetari i LDK-s Lumir Abdigjiku ka shkruar se zgjedhjet nuk kishin asnjëherë alternative preferuar e partisë që ai drejton, krejt të panevojshme dhe lehtësisht të shmangshme. Por siç ka theksuar ai, apetitet për kapjen një partijake të gjitha pozitave shtetërore parandaluan çdo kompromis eventual. Dekreti i presidentes Vjosa Osmani për ta shpërndarë kuvendin ka nxitur debat në opinionin publik. Njohësit e çështjeve kushtetuese dhe të drejtësisë thonë se vendimi i Osmanit është kundër kushtetues dhe se do të duhet pritej konsumimi i plotë i afateve për zgjedhjen e presidentit të ri para se të bëhej shpërndarja e kuvendit. Në këtë situatë kërkohet që gjykata kushtetuese të dalë sa më shpejt me interpretim lidhur me këtë situatë. Dekreti i shefës së shtetit për shpërndarje të kuvendit ka krijuar paqartësi e debate juridike në opinion. Njohës të kushtetutës thonë se dekreti i presidentes Osmani është jo kushtetues pasi nuk janë konsumuar afatet për zgjedhjen e presidentit të ri. Në qoftë se brenda 60 ditësh prej fillimit procedurës, prej ditës së djeshme, nuk zgjidhet presidenti, shpërbëhet ose shpërndahet kuvendi, pra via fakti automatikisht shpërndahet kuvendi dhe shkohen zgjedhjet e reja. Kështu thot kushtetuta. Në këtë bazë është thirrë edhe dekreti i presidentes, që është pa bazë juridike kushtetuese dhe do duhet sqaruar këtë për opinionin publik në mënyrë që të mos ketë paqartësi dhe të mos ketë
veprimet e kundërta. Kushtetuta e Republikës së Kosovës i përcakton dy situata prej të cilave vendi shkon në zgjedhje në rast të dështimit të zgjedhjes së presidentit. Situata e parë është situata prej 60 ditësh, ku duhet që vendi të shkojë në zgjedhje prej fillimit të procedurës për zgjedhjen e presidentit, ndërsa situata e dytë është 45 ditë prej konsumimit ose prej dështimit të raundit të tretë. Në këtë situatë, thuhet se gjykata kushtetuese duhet të dalë sa më shpejt me interpretim. Kem një paqartësi mes nenit 82 dhe 86 dhe kjo mund të qartësohet vetëm nga ana e gjykatës kushtetuese. Unë mendoj që nëse gjykata kushtetuese eventualisht vendos për mas të përkohshme sipas kërkesës së lëvizjes vetëvendosje, atëherë dekreti i presidentes për shpërndarjen e kuvendit dhe shpalljen e zgjedhjeve bëhet i pavlefshëm, bëhet nul. Sipas njësit të Kushtetutës Mazlum Baraliu, shkuarja në zgjedhje duhet të evitohet për të mos e thelluar krizën. Të mos futemi në një krizë e cila tashmë është e pranishme dhe një krizë e cila është fatkeqësisht vazhdimsi e krizës vitit kaluar, dhe kjo nuk i lejohet asnjë institucioni, asnjë partie politike, asnjë deputeti. Para se presidentja të nxirrte dekretin për shpërndarje të kuvendit, kryetarja e kuvendit njoftoi se kanë kërkuar nga gjykata kushtetuese pezullimin e afatit që lidhet me procedurën e zgjedhjes së presidentit. E nga kushtetuesja i than RTK se vendimi rreth kësaj çështjeje do të merret pasi të shqyrtuan aspektet kushtetuese të pretendimeve nga pala parashtruese. Ndërkohë, ambasadorët e vendeve të Kuintit kanë zhvilluar takim me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti. Takimi është zhvilluar për rreth 2 orë në qeverinë e Kosovës pas dështimit të seancave të kuvendit për zgjedhjen e presidentit dhe shqyrtimin e ndryshimeve kushtetuese për votim të drejtpërdrejtë. Për krizën e re institucionale në Kosovë ka reaguar Gjermania. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme gjermane në konferencën federale të shtypit në Berlin theksoi rëndësinë e institucioneve funksionale në vend, duke thënë se Kosovës i duhen institucione funksionale. Siç raporton Deutsche Welle, sipas qeverisë gjermane, kjo është e rëndësishme edhe për vazhdimin e dialogut normalizimit të udhëhequr nga Bashkimi Evropian mes Kosovës dhe Serbisë. Integrimi i Serbisë dhe Kosovës në BE mund të arrihet vetëm përmes këtij dialogut normalizimit, ka thënë zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme gjermane Martin Giszen. Ndrojmë tani temë, një aksident i rënd trafiku ka ndodhur sot në fshatin Agavc të Raovecit, me që rast një vetur ka goditur 2 persona. Si pasojë e plagëve të marra në këtë aksident, një person ka humbur jetën. Lajmin e ka konfirmuar zëdhënësja e policisë për rajonin e Gjakovës, Vlera Krasniqi, e cila ka bërtëditur se personi tjetër ka marrë lëndime trupore dhe se ka pranuar tretman mjekësor, ndërsa shoferi i makinës është ndaluar për 48 orë. Kanë vazhduar edhe sot aktivitetet për shënimin e epopesë ushtrisë qlirimtare të Kosovës. Lider shtetërore partijak bën homazhe në kompleksin memorial në Prekaz në nderim të anëtarëve të familjes Jashari në krye me komandantin legjendar Adem Jashari. Ata thanë se sakrifica e familjes Jashari mbetet themeli i shtetit dhe lirisë së Kosovës. Kompleksi memorial në Prekaz këtë premte kishte vizitor të shumë të qytetarëve, liderëve partijake atyre shtetëror. Qëllimi është i njëjtë, nderimi anëtarëve të rënd të familjes Jashari në krye me komandantin legjendar Adem Jashari. Gjatë homazheve aty ku prehen eshtrat e Ademit, Hamzës, Shabanit e të tjerëve, presidentja e Kosovës Vjosa Osmani tha se Prekazi simbolizon sakrificën për lirinë dhe për kujtimin se liria është amanet që duhet të ruhet në çdo moment. Në këtë epopet UÇK-s sërish kthehemi në Prekaz, në vendin që simbolizon një sakrificë të papërsëritshme për lirinë tonë, në vendin që simbolizon rrugtimin më të pastër, përplot me sakrifica, në mënyrë që sot ne ta kemi shtetin, dhe në vendin që mbetet udhërrëfyes për rrugën tonë përpara.
Kryeministri Albin Kurti tha se kanë ardhur në prekaz për t'ia kujtuar vetes çmimin e lartë që është paguar për shtetin e pavarur dhe sovran, duke përmendur sakrificën e familjes Jashari. Familjes Jashari, ne ja kemi borxh të përjetshëm e të pashlyeshëm angazhimin e përditshëm që të ruajmë e të mbrojmë shtetin dhe të drejtat e lirit e qytetarëve pa dallim. Homazhet tek vendi ku nisi liria bën edhe liderët e PDK-s, LDK-s dhe AK-s e kreu i BDI-s në Maqedoninë e Veriut. Çka do që të bëjmë na, nuk është e barazvlefshme me veprën dhe sakrificën që kanë bëhe Jasharajt. Gjithmonë respekt, deri në përjetësi. Sakrifica Jasharave 28 vite më parë e familjes, e Ademit dhe 56 anëtarëve të tjerë, është rilindje e ndërgjegjës sonë kombëtare. Që do i dalim Zot dhe do e mbrojmë identitet e dignitet të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, sepse këtu janë rajat e shtetit më të ri të Europës. Në kuadër të aktiviteteve për shënimin e 28 vjetorit të epopesë së ushtrisë lirimtare të Kosovës, homazhe bën edhe organizatat e dalë nga lufta, Forca e Sigurisë së Kosovës si dhe shumë qytetarë nga i gjithë vendi. Me rastin e 28 vjetorit të epopesë UÇK-s dhe rënjes së familjes emblematike Jashari, edhe komuna e Prishtinës ka mbajtur aktivitete për të nderuar ditët e lavdis. Duke bërë homazhe pranvarrezave të dëshmorëve në nderim të epopesë UÇK-s, kryetari i Prishtinës Përparim Rama tha se përulemi me nderim para atyre që dhanë jetën për këtë tokë. Aktivitete e homazhe për të rënët në luftën çlirimtare pati edhe në Prizren, me që rastu tha se kjo epope ka bërë kthesën më të madhe në historinë e kombit shqiptar. Në ambientet e Kuvendit të Kosovës është hapur ekspozita 3 ditë që ndryshuan historinë në nderim të epopesë së ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe ngjarjeve të marsit 98 në Prekaz. Në hapjen e saj mori pjesë edhe kryeministri Albin Kurti, i cili tha se këto 3 ditë përfaqësojnë një moment vendimtar në historinë moderne të Kosovës dhe simbol i sakrificës për liri. Ekspozita përmban fotografi dhe materiale dokumentare që dëshmojnë rezistencën e familjes Adem Jasharit dhe luftëtarëve të tjerë të UÇK-s në Prekaz. Në kujtim të ditëve të lavdisë së epopesë së UÇK-s, edhe në Galerinë Çahili është hapur ekspozita 36 orë. Kjo ekspozitë me videomaterialet arkivuara, një instalacion me performancë, nderon jetën dhe rezistencën e 36 orëve të familjes Jashari. Ministria e Arsimit dhe Shkencës shënoi 7 marsin ditën e mësuesit me një ceremoni ku vlerësuan mësimdhënës të dalluar nga i gjithë Kosova. Në këtë aktivitet u nda edhe çmimi kryesor Shaban Jashari për mësuesen më të mirë të vitit, i cili këtë herë ju dha Arta Gashi Ahmetajt. Zëvendës ministri i parë i Arsimit Përparim Kurezi u tha se mësuesit kanë rol të rëndësishëm në edukimin dhe formimin e brezave të rinj. Duke pranuar çmimin, Arta Gashi Ahmetaj u shpreh mirënjohëse për vlerësimin dhe tha se këtë sukses ja dedikon nënës së saj të ndjerë, e cila ka qenë frymëzim në rrugtimin e saj në arsim.